Personat që janë prej e bullizmit mund të përjetojnë një simptomatologji si distancimi nga të tjerët, ndjenja e vetbesimit dhe vetvlerësimit të ulët, frikë, pasiguri, mosmundësi të zgjidhjes së situata problemore, shenja të shqetësimit të vazhdueshme, ankthit, depresionit, deri të mendimet negative dhe vetlëndimi. Bullizmi është i qëllimshëm, bullizmi është i dëmshëm, bullizmi dhunon të drejtat e të tjerëve. Nga përvoja klinike, hasim shumë shpesh klient, adoleshent që kanë përjetuar bullizmin, mirë po nuk e kanë raportuar me kohë, vetëm në rastin kur simptomatologjia e tyre është bë e papërballueshme. Bullizmi është në rritje fatkeqësisht dhe duhet marrë masa adekuate për parandalimin e tij.